Del që kjo është mënyra e saktë për të palosur rrobat. Të rregullta dhe qëndrueshme. 1. Pse pas tharjes së rrobave gjithmonë mungon një çorape? Ja si duhet të palosen çorapet. 2. Metoda e palosjes së xhaketave të shkurtra me pupla. Tani që moti po ngrohet, vajzat duhet ta mësojnë këtë mënyrë praktike dhe kursyese hapësire. 3. Metoda ABSA për palosjen e bluzës në 3 sekonda. Kryqëzoni të dy duart. Dora e djathtë kap pikën A, e majta pikën B, ngrini dhe tunni disa herë. Jak përpjet, gati. Perfekte. 4. Metoda e palosjes së bluzës me mëngë të shkurtra verore. Palosni fundin lart. Pastaj paloseni sërish. Kjo mënyrë është e thjeshtë dhe zvogëlon rrudhat. 5. Palosni pulovrat kështu. Qëndrojnë të pastra dhe të rregullta. 6. Palosja e bluzave të holla bazë. Të rregullta dhe të organizuara. Nuk ka më dollap të çrregull. 7. Si të palosen xhinset. Pa rrudha, pa deformime. 8. Palosja e një seti pijamash. Bluza dhe pantallonat qëndrojnë bashkë. Merr njërin, merre kompletin. 9. Si të paloset një bluzë me kapuç. 10. Si të paloset një pallto. Nuk I kapët të gjitha? Ruajeni videon që ta mësoni më vonë.